Është e vërtetë që forcet po e prekin edhe më shumë, çdo ditë edhe më shumë shoqërinë tonë. Numrat e zgjidhjes së martesës janë duke u rritur. Në fakt, le ta themi dhe atë anën pozitive që ende jemi një shoqëri që më shumë preferojmë të lidhim martesa se sa pra të kemi atë, nuk kemi arritur ende tek 50 me 50, siç mund të jenë shoqëri të shteteve fqinje e tjerë. Pra, jemi ende në atë, le të themi, ku prevalojnë më së shumti martesat. E vërtetë është fakti që zgjidhjet e martesave sa vinë edhe shtohen dhe arsyet në fakt janë nga më të ndryshme, ku kjo është një plagë e shoqërisë tonë, për faktin sepse në shoqërinë, në vendin tonë, në Shqipëri, zgjidhjet e martesave shpeshherë shoqërohen me time, debate, konflikte dhe nuk janë të paqta, të qeta, me marrëveshje, me mirëkuptim për të mirën e përbashkët të ish dy bashkëshortëve, por edhe të fëmijëve të mitur, pasi nga martesa mund të kenë ardhur në jetë dhe fëmijë të mitur. Patjetër që gjykatat janë vigjilente dhe interesi kryesor dhe më i lartë, pa diskutim, jo vetëm i gjykatave, por edhe i avokatëve dhe i gjithë institucioneve që do të zbatojnë një vendim që ka pra për objekt zgjidhjen e martese, duhet të ketë me interesin më të lartë fëmijën e mitur. Le të rikthehemi nëse pra arsyeve që dominojnë, sepse prevalojnë zgjidhjet e martesave. Kush janë arsyet? Arsyet janë nga më të ndryshme. Mungesa e komunikimit është një faktor, konfliktet e vazhdueshme, emigrimi, tradhtia bashkëtorë, po ashtu po fillon të rritet ndjeshëm numri i zgjidhjes së martesave për shkak të tradhtisë, por në thelb mbetet gjithmonë mungesa e komunikimit midis dy individëve.